Po, unë mendoj që deputeti Albin Kurti edhe me tutje përmban peng, person përmban peng vendin, edhe përmban peng krijimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Nëse ka pas njerëz që kanë dyshuar deri sot, tashmë kanë të qartë që ai i friksohet qeverisjes, me që nuk mundet me zgjedh asnjë problem, ka dëshmuar në 4 vite të fundit që nuk është gjallë me zgjedh asnjë problem. I friksohet sfidave të politikës së jashtme, i friksohet presionit të bashkisë ndërkombëtare dhe në këtë pozicion në të cilin ka hyrë, ai është komod sepse është pozicion pa mbikëqyrje parlamentare, pa ndaj fokus shumë të madh shoqërisë në punët e qeverisë së tij. Pra gjithë fokusin e ka kthyer te bllokada dhe kë është një farë strategjie për me largu vëmendjen nga sfidat e mbrëmshme që kanë shqiptarët këtu në Kosovë, që ka të bëjnë me rritjen e çmimeve të energjisë elektrike, që kanë të bëjnë me afera të shumta të korrupsionit dhe që kanë të bëjnë edhe me sfidat të ndryshme të politikës jashtme.